Faleminderit. Kalojmë votim elektronik të dy projekt vendime sipas kërkesës kryetarit të grupit parlamentar Partisë Socialiste për ndryshime në anëtarësinë në komisionet të përhershme. Hapim votimin me elektronik për prezencën. Mbyllim votimin për prezencën. 81 deputet prezent. Projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit numër 64 datë 24/9/2025 për caktimin e përbërjes komisionet përhershme të kuvendit. Pika 1 e vendimit shtohet dhe ndryshohet si poshtë. Deputeti Eriona Ismaili largohet si anëtare përhershme në komisionin për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Deputeti Aulona Bylyk Bashi largohet si anëtare përhershme në komisionin për çështje ligjore dhe administratën publike. Deputeti Ani Dyrmishi largohet si anëtar i përhershëm në komisionin për çështje ligjore dhe administratën publike. Deputeti Sajmira Salla caktohet anëtar i përhershëm në komisionin për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, duke u larguar si anëtar zëvendësues. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 0 abstenime, 2 vota kundër. Projekt vendimi miratohet. Kalojmë te projekt vendimi i dytë. Projekt vendimi për një shtesë dhe ndryshim në vendimin numër 65 datë 24/9/2025 për caktimin e anëtarëve zëvendësues për bërjen e komisionit përhershme të kuvendit. Pika 1 e vendimit shtohet dhe ndryshon si më poshtë. Deputeti Agron Gaxho caktohet anëtar zëvendësues në komisionin për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen. Deputeti Sajmira Salla largohet si anëtar zëvendësues në komisionin për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Këtu seanca mbyllet, seanca radhës do t'ju njoftohet. Faleminderit.